Për herë të parë në 8 dekada, një numër gjithnjë më i madh grash në Shtetet e Bashkuara të Amerikës po braktisin tregun e punës. Sipas një raporti të The Economist, fenomeni lidhet me disa faktorë sociale dhe politik, përfshirë edhe politikat e administratës së Donald Trump. Pas dekadash përparimi, pjesëmarrja grave në tregun amerikan të punës, e cila kishte arritur në 57.7% në gusht të vitit 2024, ka rënë në 56.9% gjatë 9 muajve të parë të vitit 2025. Çfarë nën kupton kjo? Nën kupton se 600.000 gra kanë lënë vendet e tyre të punës. Analiza tregon se pas kësaj rënjeje qëndrojnë disa arsye kryesore, sikurse është lëvizja Tradwives që promovon kthimin e grave në role tradicionale familjare. Shkurtimet në fondet për kujdesin ndaj fëmijëve të ndërmarra nga administrata e Trump, si dhe kufizimet e reja mbi emigracionin, të cilat kanë reduktuar ndjeshëm numrin e punëtorëve në sektorin e shërbimeve të kujdesit. Ekspertët paralajmërojnë se kjo prirje mund të dëmtojë jo vetëm barazinë gjinore të fituar me shumë vështirësi për vite, por edhe rritjen ekonomike afatgjatë të vendit. Dhe teksa në Amerikë kjo tendencë duket sikur po shkon pas, po bën hapa pas, me një rënje të ndjeshme të numrit të grave në tregun e punës, Shqipëria shfaqet tërësisht pozitive në këtë aspekt përgjatë dekadave të fundit së paku.